Hej të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar tek marrëdhënia Alba Eliona. Unë ju pata premtuar që në momentin e parë që Alba do të futet në shtëpi do të sill lajmet më të fundit për të, por unë e pash që Alba ë kishte kaluar një moment vetëdijsimi. Do me thënë Alba ndoshta ka kaluar aq vështirësinë e jetë dhe ndoshta po kalon aq vështirësinë e jetë që gjendja e saj e rënduar psikologjike e çon deri në këto nivele. Do me thënë nuk është era e parë që ne Albën e shohim në këto nivele dhe në fermën VIP që tani fatkeqësisht po publikohen ato video po ripërsëriten në rrjetet sociale, do me thënë Alba ka kaluar këto nivelet edhe atje. Do me thënë ka humbje të vetë kontrolës dhe persona që kanë humbje të vetë kontrolës, psikologët mund ta shpjegojnë më mirë këtë, do me thënë janë persona të cilët kanë kaluar një kalvar me vuajtje dhe drama të mëdha në jetën e tyre. Unë nuk dua të flas për privatësinë e Albës, sepse nuk më takon mua të flas për privatësinë, por thjesht dua të flas për rihyrjen e saj në shtëpi. Alba ishte jashtë, ndenji jashtë, do me thënë bisedoi me psikologët, me produksionin, i kanë dërguar roba në dhomën e rrëfimit sepse Alba nuk hyri me të njëjtin fustan që doli. Do me thënë i bie që kanë punuar me të, ka biseduar me Olsen, jam shumë i bindur dhe i kanë treguar se çfarë impakti ka jashtë Eliona. Dhe Alba dëshironte që të rikthehet dhe të krijon, do ta them unë, një mundësi të afërt me Elionën, edhe pse me Benitën u sqaruan, Benita duket që është shumë do të thënë shumë ka reflektuar dhe vërtet është ndjer keq, do të thënë Benita nuk ka informacion, me aq informacion sa arriti të merr nga pjesa e publikut me duar të rokitje, sepse ju ndoshta ndonjëherë thoni që produksioni i jep informacione. Jo, janë paralajmërimet e publikut, ato që japin informacione për banorët brenda, dhe në këtë rast, do me thënë Benita u afrua shumë me Albën, por lufta mes Elionës edhe Albës vazhdon. Unë jam i bindur që Alba do qëndron 3-4 ditë e qetë, 5 ditë e qetë, 6 ditë e qetë dhe përsëri do ndodhe një moment aty brenda që Alba, do të thënë, do del përsëri në atë që ishte, sepse unë e shoh që ka shumë probleme me vetë kontrollin. Dhe kjo, do të thënë, e çon Albën të bën veprime të tilla, qoftë edhe të pakontrolluara në kamera. Mbrëm nisi një lloj debati, një lloj debati që u bë shqetësues në fakt për banorët e tjerë. Me Elionën përsëri kishte kacafytje, do me thënë unë i shoh dy pole të kundërta në shtëpi, unë tani i shoh polin e Albës dhe polin e Elionës. Realisht produksionin se bëri diçka, i ndau dy polet dhe këto tashmë janë dy polet dhe jo më kota është ai boshliku aty tek divanet. Këto janë dy polet. Dy pole që tani do të pozicionohen edhe në për divane dhe do të nisin lojën. Tani kjo është një lojë shumë e rëndë, është një lojë nervash, është një lojë psikologjike, janë të pakta ato banorët që mund ta mbijetojnë deri në fund, por unë e shoh që edhe na Iliri ka filluar që të futet në lojë dhe t'i del kundër Albës. Por që do ketë paqe mes Elionës edhe Albës, unë këtë nuk e besoj fare. Por nuk e besoj që mund të ketë paqe edhe mes Benitës. Do me thënë, situatat e lojës do të vinë deri në atë pikën sa që banorët përsëri do të dalin në skena të rënda të ngjajshme që vërtet do të shokojnë publikun me veprimet e tyre. Dua të marr mendimin tuaj për hyrjen e Albës.